Në takimin e organizuar në qytetin e Krujës me rastin e ditëlindjes së Gjergj Kasteriotit Skënderbeut, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vlerësuar lart këtë figurë madhështore të historisë sonë kombëtare. Me shumë një njohje për organizimin e këtij takimi në nderim të figurës më të ndritur të gjithë historisë tonë kombëtare, të figurës më të jashtëzakonshme, jo vetëm në historinë e kombit shqiptar, por absolutisht dhe në historinë e njerëzimit, të një gjeni të papërsëritshëm në politikë, në ushtri, diplomaci, të burrit që ushtrua me veprën e tij në shtyllë thelbësore të identitetit kombëtar të shqiptarëve. Berisha gjatë fjalës së tij vlerësoi si figurën e ndritur të këtij udhëheqësi, po ashtu edhe kontributin që dha në mbrojtjen e Shqipërisë dhe të Europës. Skënderbeu për 25 vite zhvilloi 25 betejë. Si askush tjetër i fitoi ato. Betejat e tij janë një kryevepër e artit ushtarak që dhe sot studiohen në akademitë ushtarake më serioze të botës. Skënderbeu ishte habia dhe është habia e shekujve se si një njeri e pak njerëz pa mbështetje i qëndroi përëndorisë më të madhe të kohrave, i qëndroi dhe i mundi atë. Berisha u bëri thirrje pjesëmarrësve që të vijojnë betejën politike deri në çlimin e Shqipërisë, duke lidhur frymëzimin me figurën e Skënderbeut.